Lila, nuk e di këto kohë, paktën kur kemi në studio deputet apo eksponent lartë Partisë Demokratike, kur bëhet një debat në studio, ka një lloj kompleksimi me idenë o filluat me kritikat ndaj Partisë Demokratike, sepse këto kritika kthehen domosdoshmërisht në shërbim ndaj Edi Ramës, apo është krijuar një lloj aureole këtij mendimi. Dua t'ju pyes, a ekziston një vijë e kuqe për kritikën e brendshme në Partinë Demokratike që nuk duhet shkelur? Shiko, në një bisedë para pak ditëve me Zodhin Berisha dhe në prani të ndoshta 2 vetëve të tjerë, njëra e partisë dhe tjetri jo jashtë partisë, po dashamirës i Partisë Demokratike, kur po flisim pikërisht pak a shumë për këtë, Zodhi Berisha tha që as unë as Partia Demokratike nuk kemi gjë me mendimet kundër. Qëndrimet kundër, ama duhet ndarë ajo çka mendon dhe ajo si qëndron. Pra është tjetër mendimi, të thuash një mendim dhe tjetër të bësh aktin, i cili pasaj shkon akti, pra është liria e fjalës dhe pasaj po bëre aktin i cili shkon ajo që thash çka Rama me Partinë e Tij Socialiste dhe qeverinë shpërfaq. Ne duhet jemi kundër këtyre. Kjo është detyra e opozitës. Të jemi kundër të gjitha këtyre gjëra, sigurisht me fakte dhe me qëndrime konkrete dhe të prekshme, jo me imagjinat. Kështu që kjo është vija ndarëse, pra është qëndrimi dhe jo mendimi. Tani për të ardhur tek studio dhe prap tek liria e mendimit dhe e kritikës. Do të bini dakord me mua që kjo gjendje e krijuar në diskurin publik, në forumet publike, siç është edhe emisioni juaj apo emisionet tuaja të tjera të News 24, vjen nga një gjendje e shkaktuar nga Rama dhe qeveria. Pse? Rama dhe qeveria, dhe ju e dini shumë mirë, e kanë lënë bosh fushën, pra nuk dalin, apo jo? Nuk çojnë njerëz në emisione, nuk çojnë njerëz në përballje dhe i ka rënë barra opozitës që ta mbush të gjithë fushën e diskurit publik e vetme. Dhe kjo ka krijuar një skizofreni, ku duket sikur opozita bën edhe opozitën, po edhe qeverisë, edhe hajt ta kritikojmë edhe për qeverisjen e keqe. Dhe unë kam qenë vetë para një java 10 ditësh viktim e kësaj mendësie, e cila është simuluar, po njerëz dhe moderatorëve, disa prej moderatorëve, ju është ngjulitur si e dhënë dhe e vërtet e shenjtë, ku ti thret eksponent të opozitës dhe ju kërkon llogari pse është djeg pallati. Ndërkohë, po të kesh bërë një emision për pallatin e djegur dhe të kesh thirrur eksponent të qeverisë dhe të dytin pastaj e merr dhe thret dhe opozitën, unë me këtë bie dakord, po ti nuk mund të thrasësh opozitën e vendit dhe ti kërkosh llogari për pallatin që s'e ka ndërtuar, nuk e ka dhënë lejen, nuk ka asgjë për të bërë me këtë gjë. Pra është ndërtuar kjo gjendje skizofrenike me tërheqjen e qeverisë. Qeveria ka ikur, e ka lënë vendin bosh dhe me qëllim, pra ky është qëllimi i keq i kësaj dhe krijohet nganjëherë dhe ne frustrohemi dhe ti the me të drejtë që ka një lloj frustrimi. Po frustrohemi se opozita është e vetmja lojtare në fushë. Kuptoj. Por nuk doja ta përmendja, sepse nuk doja ta përfshija për më tepër që nuk ka ndodhur në këtë tavolinë studio, por gjithsesi merr valencën e saj, transmetimet e drejtë për drejta herë janë vështira, të komplikuara, ka nerv, mbetet gjithçka aty, por me që ma përmende. Ka një rimendim, ka një, le të themi, bërje pishman nga ana jote për atë episod që ndodhi? Jo, zero, dhe ta them pse. Ta them pse. Dhe ndoshta edhe kjo është një mënyrë, unë s'kam shkruar, s'kam folur për atë gjë, as s'kam patur. Me që u përmend, nuk e kisha ndërmend se ishte tjetër tema e bisedës. S'kam bërë reels, s'kam bërë asgjë, se kam dashur në një farë mënyrë edhe të tretet, jo se ajo që ndodhi ishte larg të vërtetës që unë doja të mbroja, po se ajo që ndodhi i bën të atentat një të vërtete krejt fillestare, krejt bazike që unë e përmenda pak. Pra, shumë njerëz kanë parë reelin e qarkulluar nga topi dhe e kanë marrë informacionin të sfumuar dhe të rregulluar nga ajo. Po, çfarë ka ndodhur është kjo dhe shumë e thjeshtë dhe e thash që ti nuk mund të thrasësh eksponent të opozitës për të kërkuar
përgjegjësi, për të kërkuar fajsi për një gjë që nuk është e opozitës dhe kjo ndodhi. Pra, nuk ndodhi unë me zonjën moderatore, nuk u zum për një gjë që kishte të bënte me mua dhe me atë, pra pati atë përplasjen. Dakor, po Valenc mori batuta, duhet të jemi të kujdesshëm me batutat, kjo është fjala, duke qenë se jemi edhe njerëz komunikimit. Edhe me organet trupore duhet kemi shumë kujdes. Nuk mendoj se është e nevojshme? Me gishtin, pra po të qohesha unë dhe të silja gishtin 30 cm nga syri, ose ti mua nuk do të agresonim njëri tjetrin njëri prej nesh. Pra nëse moderatori është e ullur dhe ngrihej dhe më vinte me gisht në sy, unë mendoj që do të, pasi ti bëja thirrjen 2 herë që mos ma drejto gishtin, mendoj që po. Jo, unë mendoj që nuk ishte me ju personalisht, ajo ishte dhe distanca ishte më e madhe, ishte më e largët, gjithsesi dhe mendoj që mund të ketë qenë edhe me të ftuar tjerë, por gjithsesi pa ju futur kësaj teme nuk jam dakord për batuta të tilla, sidomos kur jam në pozicionin që jam vetë moderatore dhe mund të më bëhet nesër diçka e tillë, megjithatë nuk dua ta kanalizoj këtu. Thjesht nëse kishte diçka për të thënë apo diçka për të. Thash unë atë që kam për të thënë, nuk është e hishme që të thuhet, të thirret opozita, nuk është etika gazetareske, etika publike, etika e valëve të cilët mund të jenë, pra stacionet mund të jenë private, po valët janë publike, nuk e lejon që ti të thrasësh dikë që as ka qenë afër vendit krimit dhe as ka të bëjë me krimin për t'i kërkuar llogari për krimin. Është si të kap policia dikë që është në Kukës për një vrasje që është bërë në Durrës dhe ta di kush e ka bërë vrasjen dhe ta fus, ta godas apo ta hetoj për këtë. Mos ta vijojmë më këtë temë, se ndryshuam dhe devijuam totalisht, megjithatë ishim tek pjesa e opozitës. Nëse unë pyes çfarë i mungon sot Partisë Demokratike, si më përgjigjeni? Partisë Demokratike i mungon për shembull, nëse dikush do të pyeste leadershipi apo besimi tek vetja? Partisë Demokratike nisida dhe nuk e them këtë për të qenë korrekt me veten apo me rrethanat, i mungon mundësia për të bërë gardë barabartë, zgjedhjet barabarta, pra i mungon fusha e lojës. Distortimi, shtrembrimi i asaj që është thelbi i bashkëjetesës demokratike, që është fusha e barabartë e gardës dhe e lojës, çon të gjitha këto të tjerat, pra e bën edhe Partinë Demokratike të jetojë jashtë natyrës vet. A është Partia Demokratike duke jetuar jashtë natyrës vet? Po, unë këtë nuk e mohoj. Por Partia Demokratike është e shtrënguar sepse kundërshtari është i tillë, është i këtyre mjeteve, i këtyre psikozave, i këtyre hileve, i këtyre dredhive, i këtyre, po themi, cubliqeve apo trimërie. Po, fusha e lojës është shtrëmbruar dhe i bën të gjithë aktorët të shtrëmbrojnë rolet e tyre dhe të dalin jashtë pozicion. Partia Demokratike nuk ka pse të sillet si një parti në Gjeorgji ose në Rusi. Dhe nuk do të sillet si një parti në Gjeorgji ose në Rusi, do të sillet si një parti në Europë. Po është e detyruar që të mbuloj kokën, të marrë skafandrën, të marrë kundragazin dhe të jetë gati për goditjet që vinë nga të gjitha anët, nga miqt e huaj dhe të blerë dhe të shantazhuar dhe të korruptuar të kryeministrit, nga patronazhistët këtu brenda, nga gjyqtarët, prokurorët e tjerë që sillen me opozitarët sikur t'jenë hordhite e Xhenxhis Khanit, ndërkohë që i mbrojnë të veten. Dhe Shqipëria sot ku është? Pra ku është Shqipëria dhe ku është Partia Demokratike? Shqipëria është në një pengesë për procesin e integrimit. Pse? Sepse ne kemi parë pakën McAllister, po më kujtohet, po janë dhe disa tjerë që i kanë vërë në kushte qeverisë. Testi ky është. Belinda Balluku. Çfarë bëri Edi Rama? Mbrojti Belinda Ballukun. Çfarë është ky? Shtrembrim i fushës së lojës, është zhbërje e rregullave mbi të cilat ne funksionojmë. Dhe pra me by default, pra automatikisht ne vim tek një llogari dhënie ose llogari kërkimi i opozitës. Por opozita ky është vendi ku është opozita. Ne nuk mund të kërkojmë një vend, një Danimark për opozitën që jeton në Gjeorgji.
A është bashkimi, për cilin aq shumë flitet, aq shumë lakojmë edhe në studio, bashkimi i Partisë Demokratike një objektiv real dhe pse çdo përpjekje për bashkim përfundon në një ndarje të re, të paktën kështu është krijuar ideja? Përpjekjet për bashkim janë bërë edhe nga leadershipi, nga zoti Berisha nominalisht, disa herë ka bërë thirrjen për bashkim, ka përjashtuar, pra ka lënë, ka spikatur disa profile të cilat sipas zotit Berisha nuk kanë intencionin e opozitarizmit, por kanë synime dhe qëllime të tjera, por Berisha i ka bërë thirrje jo vetëm atyre që kanë qenë në ose pranë Partisë Demokratike, po dhe partive të tjera, dhe aktualisht ka një përpjekje për të bashkuar faktorët opozitarë, e drejtuar nga zoti Hasimja, dhe për të rënë dakord, po themi, mbi një formulë të përbashkët opozitare kundër qeverisë. Okej. Mirë, nëse flasim për zgjedhjen, po flisnim pak më parë për pjesën e Ramës, patronazhistët, kjo qeveri, e cila në fakt me skandalet që zën vendin e njëri tjetrit, situata është nga shumë kush mund të konsiderohet aty ku nuk mban më. Megjithatë, Partia Demokratike a ka një plan real për të fituar zgjedhjet apo në fundit vetëm justifikohet humbja mbas çdo rezultati zgjedhjesh? Shiko, çdo gjë që Partia Demokratike bën, çdo ditë, çdo orë, është pjesë e planit për të fituar zgjedhje. Dakor, por gjithmonë është justifikimi nuk ka zgjedhje me Edi Ramën dhe nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Do të jetë gjithmonë kjo? Shiko, zoti Berisha ka një libër në zyrën e tij me një 1000 ca faqe, me këto dokumentimin e kësaj që nga njerë merret edhe kështu si... Farsa elektorale. Po, jo merret edhe njerë kështu si kur e ka shpik zoti Berisha dhe Partia Demokratike këtë dhe është një gjë që s'qëndron. Dhe ky libër i farsës apo libri i zi zgjedhjeve apo se janë bërë dy tani në 2 zgjedhjet e fundit, nuk është se nuk është pasqyruar askund Nisida. Është në 7 rezoluta të IDU-s dhe të CDI-s, është në qëndrimet e parlamentarëve gjerman, është në qëndrimet e disa kancelerive, është në qëndrimet e institutit Videm, apo jo, ku thuhet një institut i shquar dhe i panshëm suedez, që thotë Shqipëria është autokraci elektorale. Çfarë do të thonë autokraci elektorale? Një vend ku nuk bëhen zgjedhjet. Ne kemi diskutuar në studio. Tani, nëse një trup e huaj e pa qëllim ndaj palëve në Shqipëri dhe e pa anshme thotë që Shqipëria është një vend ku nuk bëhen zgjedhjet lira, çfarë duhet bëj Partia Demokratike? Të bëj, jo të dorëzohet, po të bëj çmos që në këtë vend ketë zgjedhjet lira, dhe unë mendoj që kjo është detyra jonë e përbashkët, jo vetëm atyre që janë në Partitë Demokratike, po edhe atyre që janë në partitë e tjera, edhe media e lirë që e kapsuar nga mungesa e lirisë, duhet i bashkohet kësaj përpjekje. Po nuk ka garë të lirë dhe po u morën me hile, në për xhepa, në për thas, në për arka, jo vetëm zgjedhjet, po çdo gjë, por pra po morën zgjedhjet, çdo gjë do të merret ashtu. Dhe ne kemi parë si merren gjërat në Shqipëri. E di pse merren ashtu? Sepse vidhen është baza zgjedhjet. Është dikush që e ka rrëmbyer thesin e votave me ata të fortët dhe pastaj shohim pronat e Gysit dhe shoqeve të Gysit që dalin, dhe ato janë 1/7 e icebergut. Shumëzoja të ndaç me 7, ndaç me 10. Një luks që unë, ti dhe këta që na filmojnë dhe ata që na shohin nuk e kanë. E ja ku doli Gysi i shoqeve të Ramës. Ndërkohë ka edhe një kritik, pse jo nga vetë elektorati, pse Partia Demokratike duhet marrë pjesë në zgjedhje, pikërisht në këto zgjedhje që thotë që vidhen sistematikisht, apo nuk duhet bërë përsëria i gabim, nuk është zgjidhje kjo. Ajo nuk është zgjidhje, është fundi pastaj. Gabimi një bojkoti reflektohet edhe tek kjo që po ndodh. Pra, këtë ne duhet ta pranojmë. 2 gabime të njëpasnjëshme, bojkotimi i zgjedhjeve dhe i parlamentit, sigurisht ka prodhuar këtë shfrytërim, pra këtë skenë atipike, skizofrenike, politike në Shqipëri. Sigurisht me stërmundimin, me gëzimin dhe me pompimin e një personazhi që është krye të vendit. Po dakord, po kur humbja është e parashikuar apo e ditur
që pa hyrë në garë, apo jo? Me këtë logjik, çfarë fiton Partia Demokratike? Nëse do t'ishte fundi ai që tham, po fitimi kush është tu? Shiko, ti duhet t'i nështrohesh garës pavarësisht, pra bojkoti nuk është alternativë. Se po bojkotove, çfarë do prodhosh? Pra do prodhosh një 0. Pra do shkosh nga 30-a, se Partia Demokratike edhe në këtë stërmundim, edhe me këtë hile, arrin të konsumoj, sepse ka njerëz, jo të gjithë janë të dorëzuar në Shqipëri. Janë dorëzuar ata që kanë ikur sigurisht, dhe nuk kanë ikur pak, kanë ikur 1 milion. Pra kjo ka qenë dhurata e madhe e rilindjes në 12 vite, janë 1 milion, nuk e thot opozita, e thon Eurostati, e thot banka botërore. Pra, dhe këtu vim të shtrembrimi tjetër i fushës së lojës. Nuk lejon koalicionet, përzihen, iki njerëzit, shtohet administrata me 50.000 vetë, ju epen 700.000 pensioniste bonuse në muajin e fushatës elektorale, kaparohen bandat që pastaj, se na e dim Durrësin, e mbajmë mend Lezhën. Pra kjo është, qeverisja e Ramës kjo është, dhe ne nuk mund të bëjmë sikur opozita është duke humbur dhe është e dobësuar në kushte normale. Jo, është në kushte anormale dhe në kushte të panatyrshme. Janë disa qarqe të cilave u kanë firuar listat dhe kanë shkuar duke u rokaduar me njëri tjetrin, pse se i kanë fut shokut e gysit. Zoti Lulja, ju jeni njëri i komunikimit, dëgjoni nga shumë çka, fusni në filtrin tuaj madje shumë çka, por nga ana tjetër dëgjoni edhe deklaratat ndryshme, madje edhe të thëna ju përmend përsëri studiot. Kur dëgjoni të thuhet ata janë bashk, mendimi i parë që ju vjen në mendje kush është? Apo çfarë thoni me vete? Jo, e them me vete dhe bisedoj shpesh, pra, e bisedoj dhe me veten dhe me të tjerët. Shiko, po rithem një shprehje tani që mund të tingëllojë si klishe se është përsëritur.